kilogram e gjys me domata i kom ngri. Normal i kom pastru, i kom ngri 3 qep, edhe lëshojnë atash me një herë, bismillah shpëretin që të ka vërdisën vetë qept me domatët. Në anën tjetër marrim pra 200 gram me halta ose shlagzane ose ajk, vaj, një lugë e gjys gjellës pra me veget, një lugë të qajt biber të zi, një lugë të gjellës biber të kuq, një lugë të mesme me danos të tjerë, edhe 300 gram me mish të bluar. Spari pra bismillah e ka vërdisim domatët me qept. Kemi ka vërdisur domatët me qept për një 50 minuta. Tash marrëm mishin e bluar edhe qesin të gjithë. Prapë kjo përzinë dhe ka vërdisur bashku me mishin. E kemi ka vërdis edhe mishin së bashku me domatët edhe qept. Tash marrëm një tepsi. Kurrën e kom çuar në nxehtë temperaturë 220 gradë. E kemi qetë edhe domatët me mish. Tash e marrëm melmesat, qepa që të nanda, qesin, shtojna vaj, halta, ose shlagzane, ose ajk, ose mos lopës, cëllën e keni. Edhe i përzina të qepa së bashku. Pasi që i kem përzin mirë, e fusim tepsin në urën e nxehtë. I kemi përzi të gjitha mirë, edhe bismillah, si qëtash e fusim tepsin në furën e nxehtë. Edhe tavën me domate e kemi hik prej furrës, e kom lënë për 35 minuta në temperaturë 220 gradë. Ju knaq bash për kura tashti. Ju bëft mirë nëse provoni, faleminderit për përkrojnë që ma bene neve po ashtu. Na bëft mirë deri në recetën e radhës, ka kuzhina njeri të tha miru po fshim.